Duke qenë se misioni juaj ka pasur vëzhgues afat gjatë, por edhe afat shkurtër. Nga ajo që ju keni parë në terren për gjatë gjithë kësaj periudhe të fushatës, ndoshta edhe më herët, çfarë keni parë si më shqetësuese dhe që mund të ketë pasur më tepër ndikim në ditën e zgjedhjeve, por edhe gjatë ditës së numërimit sot? Vendimet që janë marrë nga qeveria, dhe këtu kam parasysh falit e gjobave që u bën vetëm 2 ditë përpara zgjedhjeve, siç mund një vendim tjetër që mund të ishte dhënia e një shpërblimi për pensionistët, apo problematikat që u hasën në ditën e zgjedhjeve që ka të bëjë me fotografimin e votës, intimidimet, akuzat pra intimidimet e qytetarëve, apo dhe pretendimet e tjera që nga opozita kryesisht janë bërë për sistemin e patronazhimit që Partia Socialiste e ka përdorur edhe gjatë këtyre zgjedhjeve. Cilën nga këto dyja e shikoni si më problematike dhe më tepër që e cënon më shumë procesin e ndjeshëm? Së pari, do thosha që nuk është se mund të bëjmë një listë, po themi, dhe ti numërojmë, ti rendisim e para, e dyta, e treta. Ne theksojmë në raportet tona disa fusha shqetësuese. Ato janë njësoj të rëndësishme, që të gjitha duen adresuar. Folëm për median, për shembull. Dhe kjo sigurisht që është diçka që duhet parë dhe duhet parë nga shumë këndvështrime. Është diçka që nuk kufizohet madje vetëm me zgjedhjet. Në fakt, gjatë zgjedhjeve ka një lloj mbikëqyrje më të detajuar të media, shihet më me kujdes pra puna e medias, por është një çështje më e gjerë se kaq. Duhen parë disa nga ato problemet kryesore të kësaj fushe. Sa i përket patronazhimit, rrjetit të patronazhimit. Atëherë, në fakt ka vende të ndryshme kanë sisteme të ndryshme. Problemi nuk është ekzistenca e një rrjeti, puna është për çfarë përdoren apo si operojnë. Ndonjëherë ne i perceptojmë në një mënyrë të caktuar, sepse ne na thonë njerëz që ka presione që nuk duhet të ekzistojnë, për shembull. Dhe nëse presionet vijnë nga patronazhistët apo vijnë nga faktorë të tjerë, pra faktorë që mund të kenë të bëjnë me punësimin apo çfarë do, këto sigurisht që duhen frenuar, duhen dekurajuar. Pra, e rëndësishme për ne është që duhet të ketë garanci që zgjedhësi të zgjedh lirisht, të zgjedh, të votojë për cilën do parti që do të votojë, pa u ndjerë nën presion, pa u ndjerë nën intimidim apo diçka tjetër. Kjo është ajo që për ne është e rëndësishme. Kështu që çfarë do lloj faktori që të ndikojë negativisht në këtë proces është faktor që duhet adresuar. Ndoshta diçka që është shumë shqetësuese dhe ajo që nuk e kemi parë janë ata 58% votues që nuk votuan. Pra, në një demokraci funksionale, kjo është një përqindje shumë e ulët e pjesëmarrjes. Prandaj të gjithë aktorët e interesuar, jo vetëm politikanët, por shoqëria civile, media, që të gjithë duhet të adresojnë këtë çështje. Pra, nëse më shumë se gjysma e njerëzve nuk e shfrytëzojnë këtë ditë në një demokraci për të shprehur mendimin e tyre, atëherë bie që diçka ka gabim. Ky është urimi ynë, po themi, i sinqert dhe ftesa jonë. Pra, në të gjitha funksionet tona, do thosha që vullneti ekziston pra për qenë mbështetës. Herën tjetër shpresojmë të ketë më shumë pjesëmarrje, të ketë më shumë besim tek ata që ofrojnë diçka në ditën e zgjedhjeve. Faleminderit. Po, ju lutem zonja.